Bu CHI Po. podcast. Sqaroj çfarë do të jesh. Se tani ti s'mund të bësh edhe inxhinier, edhe arkitekt, edhe urbanist, edhe interior, edhe urban planner, edhe designer e leshin që kanë. Ti je inxhinier, unë arkitekt. Po. Do e futemi asaj rruge, me secili të ketë atë ambientin e vet, fushën e vet. Kështu që duhen ata me patjetër duhet që të kenë një lloj identitet. Po nuk e përcaktuan se çfarë duan të bëjnë kur të rriten, nuk bësh dot. Kjo është kyçi i jetës, nuk është thjesht për këto shoqatat, është çelësi çdo gjë. Po në Itali ku ke qenë plako, ka pasur gjëra të tilla? Organizime e gjëra? Po tjetër që ka. Ti ke është shoqata Skënderbeg që është në Parma, që është shoqata ndër të parat në Itali dhe është një nga shoqatat më të interesante. Dhe tani ajo shoqat ka një status, ka një president apo ka një lloj strukture, si e kanë strukturuar ata, që njihet edhe bëhet. Ç'a bëjnë? Apo nga të gjitha llojet, domethënë. Nga të gjitha llojet për me fjalë me aq sa e kanë vërejtur unë, kanë ftuar personalitete të ndryshme, bëjnë për komunitetin shqiptar, përfaqësi fesa individësh, edhe kështu me radhë. Kështu që takon edhe me njerëz kështu domethënë që përfaqësues lokale etj etj. Po patjetër, besoj se po, patjetër. Nuk e di fikse se është në Parma, unë e kam ndjekur, e kam njëjtën nëpërmjet internetit atë. Nuk e di fikse çfarë, se si e kanë strukturimin edhe se si e kanë përfaqësinë, por që është diçka e strukturuar përderisa njihet edhe është normalisht unë pyes më shumë për interes, domethënë se jam PVR dhe nuk e di nëse e njeh Harbër Agalliun. Po. Që merr goxha me komunitetin italian, komunitetin Shqipëri, komunitetin shqiptar në Itali domethënë. Po, e kam ndjekur, në njoh, e kam ndjekur atë Harbër Agalliun, e kam ndjekur. Është e përgatitur. Edhe bëjnë gjëra, kanë bërë gjëra për ata. E këta të më duket të Ilian Bresa e kishin ftuar ata. Po e kishin ftuar ata, po kohët e fundit e pashë që kishin bërë në pjesën e Kalabrisë, nuk Kalabrian Sicili që Argjuar Breshi ishte kështu për media zyrtare. E kishin futur. Po, ka qenë në fakt. Tani ndoshta e kanë bërë për rrjetet e komunikimit apo për televizion e gjëra kështu. Por që Bresha ka qenë zyrtare në Itali. Seriozisht? Po. Shikoj se dim si informacion. Ka qenë e njohur në fjalë, gjuhën e njohin si gjuhë minoritare në Itali. Njoh. Që përpara Italia me këto gjëra. Po, Italia shumë e krahason me Greqinë me këto. Jo, s'krahasohet fare. Po thashë se bëjnë ta plera poshtë në Greqi. Po tani po tu kthej si me gojën e kalla. Tani ata kanë ca halle të tyre që nuk dinë se si do i... Po mirë tani, ti nuk është se je në underdogu, ti je në pozicionin më të lartë. E parasysh, po të gjitha anët, Greqia është në pozicion më lartë në Shqipëri. Nëse zgjat Greqia dorën e para, ka mundësinë ta kontrollojë, mos të ikë nga duart, mund të ikë nga duart. Nuk është gjithmonë që dali për mirë, mund të ketë dhe pasojat e tjera, po kur ti vjen nga një pozicion fuqie, domethënë dhe prezanton diçka të tillë, normalisht e para fare për fasadën deli miri. Po edhe ka shumë të vështirë Greqia atë pjesë. I duke patur që ka dhe një përmendimin tim për te as fasadës ka një krizë identitare, e vuajnë ata shumë pjesën e krizës të identitetit. Po mirë, se ndalojmë që të jep sa krizë identiteti se diskutohet shumë tash. Nëse ne themi që ata kanë krizë identiteti, pastaj të gjitha pellazgët që thonë që nuk ka grek fare dhe Greqia është Shqipëri etj etj. Nëse ato janë ekstrem. Në rregull, prandaj po them pellazgët. Janë fansi aty janë. E kuptoj. Po dalë të pjesa domethënë ku ndajmë shapi nga sheqeri tash, nëse ata cënohen nga shqiptarët që janë në Greqi, i bie të jenë vërtet shumë fragjil si kombo. Po, për mendimin tim po, ata janë fragjil sepse e kanë krijuar atë në një mit, në një mënyrë. Identiteti i Greqisë sotme është ndërtuar në bazë të mitologjisë, në bazë të antikitetit. Domosdoshmërisht kur ti në një mënyrë atë pjesën organike tënde krijon që ta shpërbësh apo mos ta njohësh apo ta asimilosh në një mënyrë ti është pak e vështirë sepse është si puna e atij transplantit që nuk ta pranon trupin, kupton? Po.
Kështu që ti ose do e njohësh për atë që është, edhe t'ja njohësh atë drejtat edhe ta përfshish, ose ajo forcimi e saj që jep pastaj bën gjëra shumë herë më të vështira. Ne unë mendoj ky është problemi i Greqisë, që Greqia duke mohuar në këtë rast as marvanitët apo Marvanitët çamat ortodoks apo ndoshta edhe vllejt apo ndoshta edhe kanë ata goxha minoritete. Po, kanë, vetëm ata njohin shumë pak minoritetën. Unë di se nuk njohin fare. Duke vetëm një minoritet në Thrak, minoritet musliman turk në Thrak, që ndoshta është më duket se i vetmi që i njihet. Pastaj për të tjerat këta thonë ne jemi grek, këta janë grek edhe feja e grekëve është ortodoksia. Tani unë për atë e kam ose nuk e kam drejt për shqiptar, nuk e kam për tezën time apo për hallën time që janë migrant. Kam për arvanitët më shumë se. Mësysh ka që janë imigrantë, janë shqiptarë. Janë shqiptarë të kuptimin modern të fjalës, të mirëfillt të fjalës, janë që kanë ikur vitet e fundit. Po ata aty bazohen. Hallin e qajmë atyre të tjerëve që kanë me qindra vite aty, ose mijëra vite. Po që janë shpërngulur që herët, se arvanitët për shembull e dim që kanë ardhur nga Shqipëria, po kanë aq vite. Është shtëpia e tyre, njësoj si shtëpia e grekëve. Çamat janë epirot, janë Çamat janë epirot, kurse arvanitët janë të afërt në Peloponez, në specifikisht. Po, në Peloponez, por vërtet kanë mira vjet. Kanë vërtet mira vjet sepse në prurjet në Peloponez kanë qenë në periodat historike të ndryshme. E ka bërë çdo perandori ato plak që merrte, domethënë fiste ose njerëz të tjerë që ishin të dhënë nga ana ushtarake mercenare dhe i jepte tokën dhe ata formonin një tip bariere humane natyrale, domethënë kundër. Kjo nuk është ndonjë gjë e keqe, domethënë, po ideja është që nuk kemi më në ato kohra, jemi në 2024. Unë besoja si Greqia pavarësisht se do që gjithmonë të shkëputet nga termi Ballkan, hiqet sikur s'është në Ballkan, por në fakt është në Ballkan. E ke përsërisht si lokomotiv, tani nuk e di se kush mendoj që është ekonomia më e fortë në Ballkan, vetëm si shtet. Po ajo është që ata nuk e quajnë vetëm si Ballkan, se kjo është një ideja që në statistika në gjëra kërkojnë pak që ta përfshin, ta përjashtojnë. Nëse janë Ballkanas, pastaj bie të jenë çfarë, turq, apo ku dëgjon kështu palestinez apo këto të Levantit, e ke parasysh se s'ka në mes nuk ka. Azi minore. Azi minore. Megjithatë pjesën e Azi minore se ka marrë Turqia, prandaj janë ngrënë ne. Ke qenë atje plak? Jo, akoma. Domethënë unë vetëm kam qenë në zonat e Gumenicës. Çka ke bërë? Hiç, në Çira, për shef. Takove në një shqiptar? Plot, po puna është edhe aty, është pak delikate. Se unë nuk është se kam mbredhur shumë andaj, po thjesht e kuriozitetin, dëshira për të parë pak atë rrënjë origjinën. Po kena një histori specifike. Kur ke qenë i Gumenicë apo për të treguar? Po, më interesante ka qenë që kur kemi vajtur me një grup të vogël, me fjalë që kemi udhëtuar me tragjet që nga Venecia deri në drejtim të Gumenicës, shqiptar. Po jo, ka qenë një grup internacional, në fakt shumë interesant. Sa internacional më qaf? Po grup internacional sepse un kam një mik të mirë italian që ka studiuar me mua, kam dhe një mik të mirë kinez që dhe ai ka studiuar me mua. Kinezi lindur në Itali apo? Jo, kinez i ardhur nga Pekini, po. Kinez nga Pekini. Një kinez, një italian dhe një shqiptar vjen në Gumenicë, si Barzalet. Po, si Barzalet, po kjo Barzalet pastaj vazhdoi për shumë ditë, gati për 2 javë dhe shkoi edhe deri në Kosovë, kështu që çfarë. Ka qenë vërtet një eksperiencë e veçantë. Sa atje ka shumë. Edhe këta miqtë kam dashamirë të historisë, e duan historinë, e njohin, edhe kurioz, edhe për historinë e zonës, asaj zone, duke qenë që unë edhe kam treguar që i kam ftuar që të bëhen pak pjesë e asaj historie, sepse është një histori shumë e panjohur. E njohim ne sepse është diçka që na prek edhe na vëm kurse. Po, e njohim ne shumicë një pjesë mirë që kanë çikoj, kanë çik gjëra në rregull, se në Shqipëri ka pjesa të dërmuara se s'ka kajtë fare. Po, ne them si kështu, po, se drejt është ajo që për fat keq ne nuk e njohim në përgjithësi historinë tonë. Fatkeqësi e madhe. Por ajo pjesë që të paktën që qenje e dim, ne dim se na dhëm se dhe dim çfarë është çamëria, si ka shkuar historia, çfarë janë arvanitët dhe kështu me radhë. Edhe unë e kam
Thosh e kam publicizuar, e kam lobizuar pak të historinë edhe Kështu ka le të kështu bëheni të gjithë njerëz, do që tu harova se kam zakonisht pa telefoni, kështu bëheni edhe ju. lobizoni dhe sponsorizoni historinë tuaj. Edhe ajo vajtja aty ka qenë vërtet një rikthim tamam një plak, ke zbritur për herë të parë të ka qenë ndonjë ndjesi shumë ka qenë shumë e çuditshme. Si në çfarë kuptimi ka qenë e çuditshme? Jo, në fakt ndjesitë e veçanta kanë qenë në momentin që unë po afrohesha që pasi kalon. Domethënë se kur kalon aty dhe shikon komplet bregun, pjesën e bregut. Dhe tani ndër vite unë që jam rritur dhe kam jetuar në Itali, kam parë pjesën e brendshme, pjesën e Adriatikut, themi pellgun e Adriatikut, ose nga Trieste janë Durrës, ose Ancona Durrës apo ose Brindisi i Vlorë. Po kjo ka qenë e veçantë sepse i bie komplet, fillon që nga Karabruni, edhe ti e shikon Karabrunin atje. Kur kalon nga Venecia i shikën poshtë, edhe i largohesh duke futur në fjalë në zonën jonike. I largohesh edhe shikon atë komplet relievin e Karabrunit, të jugut të Shqipërisë, edhe fillon në gjithë ajo zonë që ka disa ishuj të vegjël, ato ishuj për të cilat bëhet edhe gjithë ajo shamata e madhe. Edhe pastaj afrohesh Korfuzit, e shikon dhe Korfuzin, po pastaj kur futesh në gjirin e Gumenicës, e shikon komplet atë pjesën atje dhe është diçka vërtet fantastike. Është shumë breslënse. Se është peizazh i bukur. Po peizazhi i bukur afron, në fjalë afron shumë edhe me imazhin që ke nga Karabruni apo Saranda, e gjithë ai relief që ke, në fjalë ke detin, edhe ke malin që thua që gati mbron. Siguror sipër. Edhe është një diçka shumë interesante. Edhe është e njëjta gjë që shikon edhe kur afrohesh në Gumenicë. Herën e parë me fjalë që ajo ka qenë diçka, një ndjesi shumë e veçantë, shumë poezia kaluar atje. Melankolike. Po mirë, jo keq. Për një periudhë shumë të shkurtër, se pastaj ne ishim në sezon të lartë, me fjalë që sezoni i lartë dhe ishte edhe vështirë. Ne e morëm si aventurë, nuk kishim prenotuar gjë. Tham, do shkojmë edhe ja ishte çike vështirë, po që ishte interesante sepse sapo zbritëm aty në Gumenicë, na ofruan një taksixhi që të na shërbente. Tani këto janë truket e zanatit edhe po normalisht. Truket e zanatit dhe na peshkoja në një mënyrë, tha për ku jeni? E thënë, jemi për në filan, për në Sivota. Tha shumë bukur dhe unë andej kam rrugë. Do ti që dhe unë andej do vija. Rastësisht tani neve ça taksixhiu që sa i mirë, ira rruga Fix për Sivota. Po ai në fakt ishte më trapaz nga dardha e Korçës, se nxori kokën më vonë. Jo. Po. Edhe kështu ulëm ne, okay. Ulëm edhe në drejtim të Sivotës, të Volës. Tani kam gjyshen nga ana e babait me origjinë. Po. Edhe muhabet, duke të biseduar, i kërkuam ti të na ndihmonte për të prenotuar diçka, se s'kishim gjetur gjë. Edhe kur fillon ky merr në telefon në italisht, me ne italisht ky, merr në telefon një herë anglisht, një herë italisht, edhe them unë, po interesante, shumë gjuhë të huaja di. Edhe unë di shumë gjuhë, di këtë. Thashëm, po shqip diti, thashëm. Për një moment ndaloj kështu, nuk. Po, për një moment ndaloj, tha. Unë nuk di shqip, tha, po nëneja ime di shqip. Nëneja jote di shqipit. Po, edhe tak e nxori atë kartë vizitën e ma dha mua, shikoj unë këtë. Kartë vizita Gegis Dardas. Përshëndetim Gegis Dardas, nëse po na ndjek. Përshëndetim. Gjegje Darda nga Darda e Korçës. Edhe bashkë kështu thashëm, thashëm e kuptova, thashëm se nga je ti, thash, prandaj nëneja jote fliska shqip. Edhe ai thjesht buzëqeshi, nuk tha gjë, thjesht e mori pak si në qelë, thash me një buzëqeshje të hollë, të lehtë. Edhe kështu. Kur taksixhiu i dytë që do merrim neve pastaj të nesme për të ikur në Saran, sa që bërëm gjë më shkurt. Ishte çam. Ishte çam se ai fliste shqipen origjinal si gjyshja ime. E fliste shqipen me një tekst të bukur. Po e thoshte që ishte? Ha? Nuk e thoshte, por edhe nuk e mohonte. As nuk e pranonte, pas nuk e mohonte, se unë e provokova, e ngacmova një çik.
prapë në vend të parë, vendas shumë mbrapa. Normalisht, po shfrytëzon rastin, si thua. Edhe vetë në vend të parë aty. Dhe muhabet me këtë zotërin. Ishte një zotëri me moshë, gati në moshë pensione, ka qenë te diku në 65 vjeç. Po një burr i urtë, i thjesht, muhabet me fliste. Po çuditshme si e kanë këtë kompleksin plako edhe kur janë për shembull taksiste. Unë e kuptoj që nga shtypja që i është bërë gjatë gjithë kohës, domethënë, e kuptoj shumë mirë që nuk duan të sponsorizohen, se kanë frikë nga çfarë mund të ndodhi, domethënë, po kur janë në një ambient të mbyllur tash në një taksi me 3 çuna që thjesht po ikin për punën e tyre, thonë ti, çfarë të kushton edhe alkooli? Tregoj gjëra. Nuk e di, ajo është edhe personale, nuk e di, se nuk e konceptoj dot. Por që represioni që ka bërë Greqia ka qenë i tmeshëm. Ne diskutohet, është vërtet. Biles, po të shikosh në të gjitha planet që fqinjët tanë kanë patur për të eliminuar dhe për të shfarosur elementin shqiptar, sidomos elementin musliman shqiptar, se planet për atë ortodoks kanë qenë që edhe ta tjetërsojnë, ta asimilohen, po. Kurse atë muslimanë dhe katolikë kanë qenë gjithë kohës në sulm. Kanë tentuar që ti asimilojnë, edhe Greqia për mendimin tim ka qenë ajo që ja ka dalë më së miri në këtë projekt. Po? Edhe Serbia s'ka dalë keq. Po, Serbia s'ka dalë keq, po gjithsesi Serbia ka dalë me një Kosovë të pavarur. Ato thonë. Edhe me një Jugosllavi të shpërbërë edhe kështu me radhë. Edhe me probleme të tjera që vazhdojnë të kenë, si në Vojvodinë, si në poshtë në Plavëci. E kanë vënë të kohë të fundit, muhabeti Vojvodinës është ngritur shumë fare këtë. Po, është e çuditshme. Është çuditshme, unë mendoja se ishte ajo established, domethënë që servisin më topi po ka nisur keq fare këtë kohë. Është akoma nxehtë edhe ajo. E kanë vënë se del kështu në këto ficat e social media, për shembull, ka dalë disa herë Vojvodina, kështu të angarez. Po. Vojvodët. Po është interesante. Po ke qenë vetë në Greqi? Jo, nuk është se kam bërë shumë dëshirë kam me kohën. Por që ku e ke qenë? Ku ta ka qenë? Jo, kam qejf të bëj një gjë nga zona e Pashajt. Në Janin kam qejf të shkoj një. Janin. Po. Ato kanë qenë Janin, Prevez, gjithë ai gjëra. Po, edhe Prevez, në fakt Prevez do ishte shumë interesante nga që ka linja direkte nga Berlini. Janë sezonale. Janë sezonale, po ka linja direkte nga Berlini dhe do ishte interesante dhe unë në fakt e kam parë një disa herë, po s'kam vendosur gjë se kam marrë atë iniciativën që të behar do shkoj në Prevez. Shiko, ato janë vende të bukura, pavarësisht unë e di se grekët vetë vënë. Grekët që vinë nga pjesët e tjera, domethënë pjesët e brendshme, për shembull, nga Peloponesi, nga ato të tjera vënë në pushime këtej sipër. Domethënë familjarisht, nuk janë shumë pushime tani, po themi ala dërmi, lesh me disko me gjëra, po se ata kanë të tyre, nuk se s'kanë, Greqia ka plot ishte. Pikërisht, domethënë, po e kanë vënë që vën këtej sipër, domethënë, nuk e përdorin goxha. Kurse ne çam kanë bërë çudi mua ka shumë shqiptar që vënë në Greqi me pushime, domethënë, po nuk ka ai shumë sa vend në Turqi, për shembull. Jo, sepse Turqia ka atë lloj turizmi që është turizmi konsumit dhe turizmi paketave. Turizmi paketave, po atje thjesht parkohesh në një vend. Po, turqit në fakt kanë treguar shumë të zgjuar edhe shumë të zot për këtë pjesë, sepse po të shikosh në 10 vjeçarët e fundit, modeli i turizmit grek ka qenë një model ndoshta e bazuar në modelin italian, që u ndoq pastaj edhe nga kroatët, nga modeli kroat. Grekët kanë qenë lider në rajone dhe në mesdhe, ndoshta brendi i Greqisë, domethënë, vetëm për turizëm, po edhe për këto kështu fajne, që ushqime, gjëra, domethënë që kemi diskutuar disa herë, po, që është shumë të fortë. Turqia ja ka dalë më së miri që jo ta barazoj Greqinë, po edhe ta kaloj në shërbim. Sepse ajo gjë që ka bërë Turqia më së miri ka qenë shërbimi dhe këto paketat, ofertat që ata kanë bërë. Nuk e di kush po shikoja Eurozon Turqia prandaj. Po nuk është po shikoja për shembull se si Bodrumi, zona e Bodrumit në Turqi se si është transformuar. Bodrumi në Turqi, jo Bodrumi. Po Bodrum Turqi, shikoni se si është transformuar
Në fjalë në aspektin e shërbimit, po në aspektin urbanistik, infrastrukturor të ofrimit të një shërbimi cilësor, kupton? Edhe kjo po të shikosh Turqia e barazoi dhe e ka tejkaluar Greqinë. Edhe në fakt tani që ne disa spota jo komplet si paketë, jo si gjithë si Greqia vs Turqia, s'mamen se çati ako, thjesht Turqia domethënë ato vende që ka i ka kaluar. Turqia ka, mos harrojmë që vazhdon të jetë perandoria e fundit në Europë. Kështu që ka akoma, ka çfarë të ofrojë, ka një qytet perandimor siç është Stambolli që është. Unë s'kam qenë në Stamboll, kam qef vetë, domethënë e kam parë që ka pjesë moderne, pjesë kaosi. Edhe unë e kam studiuar, po edhe unë akoma nuk kam qenë në Stamboll. Konstantinopol. Në Konstantinopolin e Konstantinit. Në Romën e dytë. More njerëz e. Sa si do ishte bota plak nëse do ishte arritur ajo plani grek për të pasur Konstantinopolin prapë në Greqi dhe të kishin kryeqytet. Mendon se na kishin lënë rahat ne të paktën? Nuk e di, po do kishte qenë shumë më vështirë. Shumë nuk e di, nuk e imagjinoj dot një dinamikë të tillë, por do kishte qenë shumë interesante. Unë kam një teori, fakti që Greqia humbi gjithë pjesën e Anatolisë, domethënë pjesën e Bregut, po ishin gjitha koloni greke dhe kryesorja pas Konstantinopoja. Edhe ato mendoj që bëriri arte Leshi Preshi, mendoj se ajo ka qenë që e bëri të uritur shumë, domethënë për të parë të merrje me këta që s'ka fuqi të pak, se këtyre s'kemi çfarë i bëjmë. Nëse nuk e di me thënë drejtën, sepse dinamikat e zonave tona dihen që ka qenë shumë kanë qenë shumë të luhatshme, kanë ndryshuar në shekuj, kanë ndryshuar dhe dinamikat edhe ekuilibrat e fuqive në fjalë në ato zona. Nuk është se ka qenë të ndara me thik me spark në këtë mënyrë. Edhe se si do kishte qenë, nuk e di, ndoshta edhe kam menduar ndonjëherë se si do kishte qenë nëse Konstantinopoja do kishte vazhduar të ishte, apo nëse Bizanti do kishte patur një gjatësi më të madhe. Por ajo mund të shkonte nga dy anët, edhe po të kishin grekët Konstantinopolin, nuk do të thonë që do ishin të uritur, pas do bëheshin akoma më të fortë dhe thoshin, "Ok, morëm të do marrim edhe të tjerat." Nuk po them, po që thjesht mendon ndonjëherë njeriu se si do ishte. Se kryevepër është Stambolli. Qyteti i Konstantini i Lirë. Konstantini i Lirë, po për më shumë për faktin, domethënë se këtë drejtimi që po merri gjitha kjo globalizmi e gjërat e tjera, domethënë Konstantinopolia ka qenë një qytet të vetëm në të gjithë botën, domethënë një ndër ca, një ndër pak qytete që ka qenë multikulturale, kozmopolitan. Goxha kozmopolitan. Ka qenë një qytet dhe vazhdon të jetë edhe sot. Pavarësisht. Ka pasur në ato kohë, pavarësisht kohën e Bizantit, po edhe në kohën e fillimit të para. Edhe për gjatë perandorës, domethënë ka pasur lloj soi që çeke norvegjezë, thua e ti gjithë kanë qenë atje. Po faktori jon bëni punë të tyre. Faktori jon vazhdon të jetë shumë i fuqishëm. Faktori shqiptar vazhdon të jetë i fuqishëm në Stamboll, po. Si, absolutisht. Po absolutisht, sepse neve kemi në fjalë këtë toponime akoma në lagje, është substrakte urbane që janë krijuar dhe siç është për shembull. Po ajo është një gjë, po që të jetë faktori i fortë do të kesh lëvizje, do të ketë njerëz, do të ketë komunitet, domethënë të mirëfillt që identifikohet si shqiptar. Që identifikohet, nuk e di si është, po që patjetër që ka shumë, sidomos pjesa e Izmirit. Pjesa e Izmirit që janë besoj se në mas dërmuese janë shqiptar. Edhe shumica Izmir, shqiptar janë, është i mirë, Izmir. Is very good. Është i mirë. Ça? Izmir. Do të në fakt emri i vjetër ka qenë Smirne. Pasi nga Smirne e bën edhe shqiptarët e bën të mirë pastaj. Nga Smirne bën mirë. Çapele. Smirne, po që jo është një qytet një qytet bizantin, nuk është. Jemi gjithë bregu është bizantin, ajo nuk ka diskutim fare. Po që pastaj aty një shpërngule
u sistemua një pjesë e madhe e popullsisë çame që u zhvendos gjatë shkëmbimit të popullsisë me Turqinë. Kështu që aty është patjetër një komunitet goxha, edhe identitar, mendoj se edhe pse edhe atyre u pëlqen që tani ti je turk, ti je turk është it's cooler, është më cool që sa ti je shqiptar në një farë Po kur jeton atje po. kur jeton atje. Po siç e kanë edhe Greqia, ka ato turqsinë e veta, kështu që domosdoshmërisht edhe Turqia ka turqsinë e veta, mos se ne tani janë komi me grekët, po të shikosh dëmin të këqijat që na ka bërë Turqia ne Një, bërë dëm më të madh Turqia. duhet që ta pranojmë që jemi çik të vetëdijshëm, me çik kritik në atyre gjërave. Ata që të pranojnë mendojnë se janë fansa. Janë fansa kohë që e ndjekin në një mënyrë të verbër, domethënë se dëmin më të madh shqiptarëve Turqia ka bërë. Po nuk diskutohet, sepse thjesht duke krahasuar se çka ka ndodhur në të njëjtat vite, kudo në Ballkan, domethënë me të gjitha lëvizjet, serbët i kanë marrë me të gjitha grekët po. Kurse ne i ndihmuam ata me kushtin që të na japin një liri dhe pastaj sa u ndihmuan. Ne psuam më keq nga të gjithë. Sepse aq e patëm tani, prevën kokën pa shajt, pastaj neve na kanë patur si hanë sy gjithmonë, biles që në kohën e Kastriotit. Që atëherë nisi ai dhe vazhdoi, po shumë brutale ka qenë, po edhe më vonë, edhe në kohën e Rilindës dhe edhe në kongresin e manastirit, gjithë Xhon Turqit thanë që okay, do ju japim me këto gjëra dhe pastaj u pëndoshin gjithë u vranë, shtatuan gjithë ata. Është qenë e frikshme si periudha. Po më vjen pakese njerëzit për shembull, se unë s'mund të jap informacion shumë të saktë, domethënë, po me ato që kam lexuar e them gjithmonë ato që mbaj mend. Po është pak le të themi e pa ditur të thuash që ne kemi qenë jemi me turqit vëllezër, kemi qenë se s'është vërtet. Vërtetësisht se kemi vuajtur jashtëzakonisht shumë, kam bërë makabritete nga të mëdha, ose disa qytete në Shqipëri që janë rrafshuar komplet që s'ka ngelur me këm shqiptari. Jo, për herë turqit pas çdo pushtimi në ato zona atë kanë bërë. Rrafshimin total, nuk është se rrafshimin total, vrit çdo mashkull mbi 13-14 vjeç, ata që janë më poshtë merrin një skllëbër, gratë pastaj normalisht konkubina e tjerë. Atë ka qenë makabritet i madhe. Po njerëzit nuk e di se çfarë e kanë si tip si të nosin këto zonat Elbasani, Kruja, për shembull Shkodra që kanë qenë pothuajse të zëruara nga popullsia shqiptare, domethënë i duket sikur tani nëse do e hapin atë debat do duket po se ne i bie që mos jemi shqiptar. As pak, popullsia lëviz brenda. Ai sado ushtarët turq të kenë qendruar aty, nuk do kenë qendruar asnjëherë se sa kanë fshatar, nga malet domethënë që ta mbushin qytetet prap. Pa është që duhet studiuar më vjen keq se as historianët nuk e trumpetojnë, se mund ta kenë studiuar, mund të bërë studime shumë të mira, domethënë, por që nuk qarkullojnë kështu në publik. Nuk qarkullojnë në një mënyrë të shëndetshme, domethënë që të jetë e thjeshtë për të lexuar, se kjo është pika kyçe e çdo gjëje. Mund të kemë bërë, për shembull, unë kam ato librat e Plumxhufit janë shumë të mira. Unë jam mësuar me ato sepse unë kam lexuar libra inxhinieri, kështu që unë e kam të thjeshtë zbërthej, po e kuptoj se sa e vështirë është për një person. Duhet për një konsum se thua është të lehtë. Duhet për një konsum të lehtë, duhet të jepësh mesazhin në një mënyrë të tillë, domethënë që ta kuptojë çdo kush. Pavarësisht profesionit që ka background çka, pavarësisht duhet të jetë diçka që ti gjaj ke ofruar, kështu që pse jo të krijoj edhe një version tjetër, domethënë që të ishte një lexim i lehtë. Kështu është themi, easy reading, siç e thonë anglezët, është lexim i lehtë që mund ta lexojë ta përtypi gjithçkush. Ajo është shumë e rëndësishme. Të gjithë nuk e përtypin dot arbrit rajonit të Plumxhufit që janë ashtu se kanë mbaruar. Pak shekuj po gjysmë si ka vajtur. Por që është vërtet një punë super profesionale, është akademike. Është shumë e mirë, unë nuk kam lexuar Skëndelbeun parën të Plumxhufit, domethënë, dhe për mua është perla, kjo është se ti jep average është mesatarja është 3 çeleku faqe, shumë pastaj çeleku tjetër është ato burimi, domethënë, nga është marrë informacioni etj që për historianët e tjerë që do bazohen këto libra shumë e mirë, domethënë, sepse është punë shkencore, por që është vërtet të duhet që në jetën gjë ta paraqitesh në një mënyrë çik në karamele, domethënë, çik me limonadë edhe për popullin, domethënë që ti zgjofsh interesin, sepse ai që ka interes të lexojë këtë që okay, tani me që ma ngriti interesin këtë do lexoj edhe tjetrën, domethënë që ça është ta ndajmë shapi nga sheqeri. Po, në fakt një gjë që bëjnë që italianët bëjnë. Unë që jam bërë aty për shembull, i kemi prekur, kemi folur herë tjetër që historianë siç ka qenë Alessandro Barbero apo të tjerë që kanë shkruar libra historik, që ka qenë dhe Indro Montanelli që kemi përmendur dhe era shkuar. Përshëndetje Indro.
Po. Ndjes pas. Ndjes pas, po të përshëndet. Kanë bërë edhe libra po të tillë për një konsum vërtet gati roz, kupton? Të lehtë për se Do të shpërnjë faktin që ashtu e do njeriu. Pastaj një njeri normal se nisë të ke o plako po je i zënë me punë, vjen i lodhur nga puna, nuk libra në 150 faqe, gjëra të tilla, një mënyrë të treguarit shumë e lehtë, shumë e kuptueshme, edhe gati sidomos Alessandro Barbero për shembull, gati komike. Shkruan shumë bukur. Nëse ekzistojnë libra të Barberos në gjuhën shqipe apo në gjuhën angleze, ta sugjeroj që ti lexosh sepse është vërtet perl, është shumë argëtues. Kjo gjëja na mungon në skenën shqiptare. Duhet që të marrim atë pjesën e mirë, se ne tani po frymëzohemi sepse jemi në një periudhë që kërkojmë frymëzim, jemi të mbushur me nga shumë sa ishme, po na hiqin ca halle të forta që i kishim tani po zbehen nga pak edhe normalisht kur rritet pak mirëqenia, kur ikin ca probleme që të lidhen lakun fyt, domethënë pastaj absolutisht kërkon edhe pak më shumë nga vetja që dale, çfarë është e vërteta, pse jemi këtu, çfarë po bëjmë, ku do vemi. Pasi është gjë e mirë. Absolutisht. Është pak e avasht, po që është një proces që jemi në ndërtimin e dur, kështu që do të përqendrohemi pak në gjitha ato aspektet e një jete shoqërore, apo gjitha ato gjërat që neve kërkojmë, pretendojmë që ti bëjmë tonat, të fillojmë ti marrim pak nga pak, mos ti përbuzim, sepse nuk duhet të shkëpikim rrotën, duhet që të jemi pak të vëmendshëm dhe të jemi pak observator të mirë në atë që kanë bërë të tjerët përpara neve dhe si ata e kanë bërë mirë atë gjë. Kështu që kjo gjë besoj se ka filluar me turizmin tani në Shqipëri, sidomos që me fuqinë që kanë treguar rrjetet sociale, se kjo i ka bërë vërtet një boost të paparë. Duhet se të nisim nga kjo dhe duke vazhduar pastaj edhe me infrastrukturën, me shërbimin, me gjithë ato që kemi nevojë zakonisht shumë thellë si në infrastrukturë. Kemi, absolutisht. Ka pasur disa review shumë negative nga turistët e huaj, domethënë si nga Vlora. Nuk e di, vlonjatët keni një çik probleme kështu do çau pyet. Mirë, okay. Jo, ajo ka përmirësuar goxha, por ajo që të lë për të dëshiruar është infrastruktura dhe një pjesë e shërbimit. Se po të shikosh shumë produkte që ne kemi produkte fantastike, produktet që të ofron toka, që të ofron deti atje ato që janë të bëra pa hile janë shumë të mira. Janë fantastike. Kështu që ne ato të mira kemi. Duke u nisur nga gjërat e mira të kemi, ne duhet të nisemi nga siguritë tona që kemi. Kështu që kjo është një prej atyre. Tani, fakti që unë përmenda që parë që nuk do ta shpikim rrotën, është sepse edhe në case studies apo në ato që kërkohet të studiojmë neve, tani që jemi në drejtim të një Shqipërie europiane, që kërkojmë të konkurojmë rajonin ton me turizëm edhe me gjëra të tjera, duke u nisur që parë që nga shembulli i Bodrumit që ofroi një shërbim, ofroi një shembull jashtëzakonisht të mirë dhe avantazhues për konsumatorin, për turistin, edhe që është sot edhe më mirë se shumë mundet në Greqi, kupton? Kështu që neve duhet t'i marrim si shembull, t'i shikojmë pak këto, të studiojmë çik si po ecën, në fjalë apo ku jemi neve, çfarë kemi, çfarë po ofrojmë, se më duket se jemi pak kaotik. Jemi shumë kaotik edhe në Shqipëri nuk ka transparencë, por nuk ka transparencë sepse ne nuk duam të jemi transparent. Por në Shqipëri nuk ka transparencë sepse nuk ka një person ose një institucion që të bëj evaluimin, domethënë, që nuk kemi feedback, nuk merren shumë me turistët, domethënë që ti pyesin se si qysh tek çka ka përmirësuar edhe zakonisht edhe fatkeqësisht del në momentin e fundit vetëm kur ka vajtur atje që të bëhet ajo videoja e keqe, vetëm atëherë kujtojnë njerëzit, po dalë se u ankohej një njerëz, domethënë kur janë se gjëra bazike. Kjo ka të bëjë edhe me shumë lidhjen se nuk kemi shkolla profesionale burr. Ose shkolla profesionale në Shqipëri, sidomos shkolla e turizmit biznesi që në të gjitha vendet e botës shihen si profesione shumë të mira dhe marrin seriozisht shkollimin e tjerë. Për shembull në Shqipëri
Nuk e di se si është vitet e fundit, po sa kam qenë atje ka qenë jashtëzakonisht shumë skandale. Është shumë e vërtetë sepse po ta shikosh me të gjithë menaxherët që po merren me menaxhimin e resorteve në Vlorë apo në jug janë italianë. E po ka është ka me fatkeqësi më të madhe më. Që shumë janë italianë. Unë me fjalë shkoj tek Marina se ka ajo Marina Bay në Vlorë. Po. Edhe unë flas shqip edhe menaxheri ma kthen me italisht, kupton? Po. Në një mënyrë që menaxherët gjithë ato kush e kanë në menaxhim janë italianë. Pse se do të thotë që ata që kërkojnë të ofrojnë një turizëm me 5 yje, një shërbim me 5 yje, nuk e kanë. Po staf të kualifikuar. Ju s'ka faj. Po dhe stafin ai mase i gjen ai stafin, po menaxheri në këtë rast ata pjesa organizatore, ai nuk e ka se ata, Shqipëria si shteti nuk e ka një shkollë profesionale që ta ofrojë ato shërbime. Edhe ata çfarë bëjnë, kërkojnë që të marrin, të importojnë specialistë huaj që të merren me atë gjë. Edhe tani me kjo drejtën e Zotit mos e do të them, e kupton. Edhe unë po të isha atje domethënë, do dija që një italian apo një grek apo një serb do vetëm më mirë për zotin lart do e merrja plak. Tu se ti ke interesin e biznesit. Mirë, ne kjo është merkato e lirë, që ta kërkon këtë. Pikërisht. Edhe unë prandaj them që ne duhet të shikojmë që ta studiojmë çfarë duhet të jemi, çfarë duhet të ofrojmë neve, ku duhet të vemi në këtë tokë që ne kemi apo në këto vende që ne kemi, cilën neve do e ofrojmë sa lloj klientele të cilët do ofrojmë një lloj klientele të themi pak më të zgjeruar, pak më me një buxhet pak më të vogël. Se kjo është tani polemikat jo Sazani, jo Zverneci, jo Madhandri Trumpi. Po, e kupton. Edhe më the të thash. Po para se dëmi atje domethënë duhet të nisi vetë, duhet ta kesh vetë në rregull mirë, pastaj ti kërkosh llogari atij që bën ato politika. Ke parasysh se çan tani gjithë çuna goca burra gra që punojnë atje domethënë dhe ka një menaxher italian apo ku dëgjon anglez apo tjetri. Gjëja më minimale që të bëjnë është thjesht i vjedhin zanatin, domethënë, siç bëhet në çdo lloj profesioni tjetër. Po, vjedhin zanatin. Bën ai, si pse e bën saktë ai dhe pse ai e bën më mirë se sa ty, dhe ti për 3, 4 apo 5 vjet ta superosh vetë, domethënë, dhe të bësh ti të njëjtën gjë. Nuk mund të thuash pastaj tani apo vini poste mira, i marrin italianët edhe ne jemi kamarierë. Po tani plako, ai varet nga kapaciteti, varet nga kualifikimi që ti ke. Nëse ai ka 15 vite, ka punuar ku dëgjon, si Xhilia apo në një vend spektakolar në Itali dhe ka qenë një sukses, normalisht ai do ta bëjë atë punë, do ta bësh ti. Kjo është thjesht ekonomi tregu do. Po, ekonomia e tregu, po pikërisht këtë që duhet që shteti të ketë një program, ketë një lloj, një plan formimi për të përmbushur këto boshllëqe. Se tani mirë që shqiptarët po ikin, mirë që një pjesë fjalë ka filluar dhe ka importuar edhe të shkrap punëtore nga Afrika apo nga Azia. Po, për të profesionet e tjera po. Tani sa do shkoj kjo? Sa mund të funksionojë kjo? Tani ajo nuk është zgjidhja fat gjatë. Nuk është. Sepse ajo është si ti vësh me fjalë ti vësh pulla komerdare, kupton? Po nuk mbijeton ajo, nuk shpëton dot. Ajo do fundoset. Jo, po të humbet autenticiteti e burimit, tani do vi robi në Shqipëri. Tani nuk mund të bëhemi siç isha unë eksperiencë që ndaj me të gjithë kur isha në Skoci për shembull në Edinburgh, ishte pak a çuditshme plakon në çdo vend, në çdo dyqan që vije për shembull, kinez indian, edhe nuk e merr eksperiencën si ti do të takosh dhe njerëz që përkasin asaj kulture, kupton se nuk është të ishin ai kështu breza që nuk dalloheshin, po ishin breza që dalloheshin edhe në fakt edhe në të gjitha domethënë që dukeshin që të ardhur recently, që ishin në kohët e fundit, ajo është pak për të ardhur keq në fakt. Imagjino tani në Shqipëri që të prezantohet edhe të shërbehet nga një personel që edhe shqipe nuk e di mirë. Që është vietnamez. Po, pak rëndësi ka. Por siç xhirojnë këto me tani që stacionet e shërbimit, në fjalë pompat e naftës në Shqipëri kanë filluar dhe kanë personelin e kanë verjem. Po vietnameze ku ta di unë edhe tani ata kanë edhe probleme me këmbimin me valutën. Kështu që ishte një skenë që shërake që ai kishte probleme tek resto, kupton? Për të bërë një shembull banal. Po normalisht, po jo që aty fillon një shembull banal, por stresojnë ato. Po duhet që ketë një strukturë të jetë mirë menduar, sepse për fat keq arsimimi në Shqipëri lë për të dëshiruar, sidomos arsimimi profesional, po dhe i lartë.
Dhe i lartë. Por i lartë se tani e kemi diskutuar, nuk do bëhemi gjithë drejtora, nuk do bëhemi Po gjithë jo, as jurista, as inxhiniera, ke parasysh, po ka shumë herë më shumë nevojë shumë për fushë. staf profesional se sa Po. ka për staf inxhinieri. Po, si Kurse Shqipëria mund të ketë mungesë inxhinierësh, po asnjëherë nuk ka të njëjtën mungesë në shkolla profesionale, ka shumë herë më shumë më pak. Tani të punosh elektricisti mirë fill. Në Tiranë për shembull bën lek qamet. Sa 2-3 avokatër ti mbledhësh së bashku, e kupton? Po ka më skandal plak. Po, edhe hidraulik thoj. Edhe hidraulikë. Po. Dhe ata që punojnë mirë, bravo i qoftë, ja bëu zoti marrë edhe plot paçin edhe plot bëfshin edhe marrëshin njerëz në punë etj, nuk diskutohet fare. Shumë është normale, domethënë. Është një nevojë. Që një popull që të njëjtën punë në vende të tjera e bën në mënyrë kolosale, si në Gjermani, që kanë arritur një standard goxha të lartë, për shembull shkon të konkurrojnë sipër tani, nuk konkurrojnë më në fund siç konkurrojnë ato serbët e bosnjakët apo më. Të vjen pak gjuna kur e shef nga këtej, kur e njeh dhe realitetin jashtë, domethënë kur e shikon atje që po ti një medalje dha, po pse jemi kaq të mirë andej dhe ka kaq shumë andej, po s'ka këtu, është pak e çuditshme. Unë mendoj se kjo pjesa e sistemit që thua ti, domethënë duhet të përqendrohet vetëm te shkollimi apo. Domethënë duhet të ketë një lloj statut, duhet të ketë një lloj licencimi i mirë kontrolluar që të jetë cutthroat, mos të ketë hapësira fare as për afera korruptive, as po miku filanit etj, ta marrësh me mundin tënd, domethënë, dhe ajo diploma vërtet e njihet. Po rritet standard njihet edhe kudo. E ke parasysh. Po ta njohin nëse ti ke një hotel të mirë, nëse stafi është i mirë kualifikuar, ke shumë herë më shumë të thjeshtë të marrësh një certifikim internacional, e ke parasysh, dalësh për to booking, pastaj jo ka këtë certifikim, ka këtë review, ka këtë. Ne në një farë mënyrë jemi detyruar që ta bëjmë këtë, nëse ne do jemi në drejtim të Evropës dhe ne po vemi në drejtim të Evropës, kështu që Shqipëria është e detyruar që të respektojë disa parametra europiane. Jo vetëm, si në arsim, si në formim profesional, si në produkt, si në ndërtimtari, si në gjitha regjistrimet që bëhen me fjalë për çdo lloj aktiviteti profesional. Po ne me gjithë gjën e keqe që kemi diçka shumë të mirë, domethënë, se kjo e keqja jonë që ne nuk kemi kërkuar, kemi shumë mungesa infrastrukture, shumë mungesa ndërtime etj, domethënë, kjo ka një gjë të mirë që është pasojë e gjës së keqe, domethënë që e ke shansin që po ta bësh stat plak. Ta bësh një mirë që ta zësh me dorë edhe ta bësh ashtu që duhet bërë. Se e ke hapësirë sepse janë bërnot, nuk tani më sa klam. Përdorim një fjalë turke, një fjalë turke. Përshëndesim gjithë turqët. Jo, po ideja është që nëse ti je në këtë nivel, për shembull që është, siç e tham, pothuajse inekzistent, është shumë e thjeshtë të implementosh reforma të reja reinjësore, domethënë, sepse nuk është se do prishësh ndonjë gjë, vetëm do rregullosh. Po pikërisht po pak ne nga kjo gjë kemi shumë avantazhe. Ne po të duam, ne po të jemi të Zotit, kemi shumë avantazhe. Që nisemi nga një pikë ku i kemi të gjitha shembujt i kemi në dispozicion. Si theti, nuk kemi për të bërë apo për të riprishur, për të rindërtuar, ne kemi shumë të kemi një strukturë apo kemi një ambient shumë të freskët. Edhe kjo pikërisht duhet ndodhë tani që në gjenezë. Në momentin që neve e bëjmë këtë në gjenezë, do jetë shumë e thjeshtë për të ardhmen. Sepse ajo pastaj e merr atë revanshin vet. Asestohet, kupton? Është si puna e asaj rrugës kur e shtron ti me atë zhavor që hedh atë bazën e madhe të zhavorit, e ti ato guralecat vend asestohen vet. Me shaqin vendin ato që më të vogla do shkojnë poshtë edhe bëhet një trup i vetë. Krijohet balanca. Kështu që po kjo gjitha gjërat duhet të mendoj se dakord tek pjesa që çdo gjë ato në fillim me që ne kemi këtë terrenin e hapur, domethënë që është free for all për momentin, unë mendoj se sidomos në qytetet e vogla, se Tirana nuk është se ka shumë shpresë, por për qytetet e vogla për shembull gjenesa do të fillojë nga planifikimi evropian. Unë bëj çfarë gjimnazistë që dëgjojnë këtë, nëse doni vërtet bëni një ndryshim të madh, jashtëzakonshëm domethënë, nëse keni edhe pak ego vetjake që të ecni përpara, gjithë juve që keni qef arkitekturës në inxhinierin e timi, mos e bëni, vazhdoni për planifikim urban, edhe merrni në dorë frerët, domethënë, edhe bëheni ashtu siç e keni mësuar, bëheni me standarde se nga aty nëse çdo gjë, nga qytetet tona, nga planifikimi urbanistik. Po të jetë një planifikim urban, edhe e di se ku do ndërtoj, me çfarë kapacitete do ndërtojnë, çfarë mënyre do ndërtoj, etj. Është puna më e mirë për ty për ta planifikuar, është puna më e mirë për mua për ta sjellë në jetë, domethënë. Ke parasysh? Është bën çdo gjë më të thjeshtë, nëse merr nga gjeneza gjithë gjë. Gjeneza aty, struktura e një qyteti, se
si jemi zhvilluar dhe si civilizim. Struktura e qytetit tregon civilizim, tregon kulturë, në një farë mënyrë. Sepse po të shikosh, ne kemi dy shembuj perfekt, shumë interesant, që është Gjirokastra dhe Berati. Po. Që janë perfeksioni për mendimin tim, për t'i marrë shembull. Po edhe qytetet e tjera si ndoshta Korça, Shkodra, apo edhe Vlora e vjetër, të themi zona e Muradies, që njihet struktura se si kanë lindur dhe si janë zhvilluar ato struktura urbane, Goxha organike, apo Dërmiu i vjetër, apo Vunoi i vjetër, gjitha këto fshatra të bregut që kanë qenë me një karakter, me një identitet të fortë. Ato kanë patur një plan urbanistik. Kanë qenë profesionistë të mirëfillt dhe kanë qenë edhe njerëz që kanë patur një know-how, një dituri, kanë qenë të zot, kanë patur një sens komuniteti, se kjo është gjëja kryesore. Gjëja kryesore, pse shtëpitë në Gjirokastër janë gjitha me gur? Pse shtëpitë në Berat janë të gjitha të bardha? Po afrohesh nga cepi im tu. Se një paralelizëm me që të futim në qytetet e kjo biseda. Se jo është interesante, se kam gjithmonë dëshirë të tregon qytet, me fjalë urbanistika, urbanizimi tregon civilizim, tregon qytetëri. Edhe unë këto, me fjalë sa herë që shkoj në Gjirokastër dhe aq më tepër në Berat, është një kënaqësi, me fjalë ti atje ndihesh komplet i shkëputur nga ajo ligësia, nga e keqja, nga kaosi që të ofron Tirana, që të ofrojnë rrugë tek Qia, që të ofrojnë këto urbanizime të viteve të fundit, që janë të pamenduara, që janë komplet të pamenduara, edhe xhungël metropoli. Që ajo, me fjalë, ajo xhungël fiks, ajo xhungël betoni që të streson, të krijon atë ndjesinë e keqe, ti shkon atje dhe e qetësohesh komplet, sepse ka një harmoni. Berati ka një harmoni, Gjirokastra ka një harmoni, Dërmiu i vjetër ka një harmoni në ndërtimtarinë, në arkitekturë, në urbanistikë. Shikoj, ti çesh me bukura që është e mirë edhe për të ardhur keq në të njëjtën kohë, domethënë se pallatet e kohës së Enverit, domethënë çanët në shënës bonifikimit të ato edhe kuqe me tulla, ke parasysh. Po ta vësh re nga planifikimi urban, nëse do i prishësh shtesat që kanë bërë njerëzit dyqane ngjitur e leshi presh domethënë. Janë perfekte të idejuar, plako, e ke rrugët mjaftueshëm nga pallati në pallat me një pjesë hapësire në mes të tyre, domethënë që është modeli kudo. Për atë kohë kanë qenë shumë larg. Dhe për atë Shqipëri ato kanë qenë të mirëmenduara, nuk është se unë po flas nga cilësia e ndërtimit, se nuk i hy fare asaj, domethënë, po them nga pjesa e planifikimit ka qenë shumë mirë, domethënë, edhe minimumi nëse këto që bëhen tash nga ana urbanistike do ishin bërë në një standard, do ishin më mirë. Tani është bërë kjo sistemi që balkoni o balkon mund të ka përdzesh, dhe ishte balkon tjetrit, domethënë, është shumë fik çik gjellën se kam lëndezur. Shumë keq jo, në fakt në një mënyrë jemi gjithë viktima e kësaj gjëje. Në çdo vend në Shqipëri jemi viktime e kësaj babëzie, betonizimi. E shikojmë gjithë. Problemi është se kjo pjesa si thonë e ndërlidhjes, e shlisur, domethënë. Përsosh një shumë komplekse ka tonë Berat që janë bërë cakonë bërë ku vetë për të lajë ime sipër domethënë një kompleks pallate jo bëjmë 14 pallat, domethënë në një rrugë nacionale ku kalon çdo lloj edhe aty bëhet një kaos total, plako se çdo secili do vejnë në shtëpi do ikë nga shtëpia domethënë aty kalon dhe damari që ikën në sipër pastaj për Poliçan, Skrapar, edhe ose Tomor për shembull. E aty është një kaos total, sidomos në mëngjes edhe në mbrëmje, domethënë kur ka vizitë më të mëdha që është fatkeqësi ti duhet ta bësh në mënyrë të tillë që ti bësh një bypass. Okej, është krijuar një rrugë tjetër domethënë që i del jashtë qytetit, por prapë kalon përsëri në mes të qytetit. Kjo është një gjëra për shkakun që vërtet duket si çmim i madh, po të bëj un bypass komplet ta kaloj qytetin. Duket sikur është në një kështu. O çai bëra, e kupton se janë shumë lekë ku do i gjejmë të tjerë, po afat gjatë nuk ka gjë më të mirë plak se janë të domosdoshme. Infrastrukturë e shëndetshme. Sa është ajo rruga e Vlorës e reja që vjet nga sipër tash i hapet tuneli. Është ku dëgjoj, bekim nga Zoti për gjithë vlonjatët, sidomos në sezonin, se s'kalon dot në Vlorë. Absolutisht. Në Vlorë nuk kalon. Nuk të marrësh rrugën e Bregut, plako. Absolutisht, ndërkohë që merr bukë me vetes. Ndërkohë që ju nga Berati keni të nevojshme, të domosdoshme që të kaloni aty në mëngjes dhe në darkë, vlonjatët kanë atë
kanë qefe të tjera, kupton, kanë hanë të tjera se duan të dalin të tregojnë mjetet e tyre luksoze për të pirë kafen e Po. kafen Normalisht, pjesë e ka bërë, do ta tregoj, nuk është një problem i madh, po ideja është se duhet të jetë mundësia për ata që duan të shkojnë atje, siç është bërë kjo rrugë e re, domethënë që mos i futën fare atë rrugë, se nuk kanë nevojë pse, të vënë ande nga do vënë në një pjesë që në një kohë shumë më të shkurtër, domethënë kjo është pozitive. Tani po e kuptojnë edhe njerëzit, e kupton se ka qenë kultura përpara, po skaloj autobusi nga Beratja, po nga Vlora nuk do ndalojnë njerëz do pinë kafe. Çfarë ekonomie do zgjidhni se ndaluan 20 deta pinë një kafe 5 lekë, 25 çë. Lekë është shtur. Që për 10.000 lekë. Ja, ka ndryshuar, do të ndryshojë. Por që absolutisht gjëja thelbësore është infrastruktura dhe shërbimi publik. Se në Tiranë që tani atë kemi për qytet, atë kemi si mast, si Munster, si master. Po si shembull. Si shembull, kështu që Tirana nga ajo vuan më së shumti nga një transport publik i dobët. Inexistent. Që ato urbane Gati inexistent, po. Gati inexistent. Unë kam thënë vazhdoj të them, Tirana nëse do larg pa msti plako, unë kam qenë jo ekselent, po pothuajse ekselent në të gjitha pjesët që kemi pasur frekes management dhe konstruktim, domethënë. E kam bërë dhe disa miq të mi që janë thelluar atë pjesë tem diplome, njëri ka bërë për Tiranë, tjetri ka bërë për autostradën e Jugut, pastaj që valon nga Elbasani aty ku mbaron Elbasani aty dali domethënë Berat edhe poshtë te Peleti Rokasa, domethënë me të njëjtën gjerësi, me 3-4 kursi. Po për Tiranën domethënë të gjitha budallalliqet, jo trami, jo po autobusa elektrik janë thjesht fasad që nuk do sjellë asnjëra asgjë që Tirana se duhet një lloj transporti publik që është jashtë rrugor. E kupton që ta heqi peshën e automjeteve nga sipër ta vëj poshtë. Po linjat e mëdha siç në kombinat Kinostudio që është linjë siç janë ushtat atu nga Shpandau Rudo, domethënë që i bie mes për mes, janë linja perfekte për të bërë me metropla. Nëse ai njëri bie mes për mes, Unaza, për shembull, prapë do ishte metro. Se do themi ne po nuk është Tirana aq e madhe, isha në Glasgow plak. Glasgow ka Unaz metroje me 12 stacione plak. Të gjitha. E kupton tash ti? Aq e vogël. Që e bën me biçikletë. E bën me biçikletë, domethënë po e ka dhe njerëzit e përdorin. E përdorin. Nuk ishin full kështu si autobusat në Tiranë, domethënë, po ishin në mbushra mjaftueshëm, domethënë, përdorin. Edhe lironte shumë. Edhe mendoj se kjo është vetëm ajo që shpëton Tiranën, domethënë 2 Qameti 4 linja, po them 2 ta provojnë se pastaj do hyjnë qefe do bëjnë tjerë. Një Unaz dhe 2 kryqëzime, një kryq me fjalë pikërisht. Linja perëndim veri jug. Pikërisht. Edhe ajo do ishte për mendimin tim, shiko, kombinati në studio është një nga linjat që frekuentohet më shumë se lidh njerëz që në punë, po se kombinati vetë deri në Dajt sipër, domethënë kështu që një njerëz që do ndalojnë qendrën edhe turistët do vetë deri në Dajt me metro, i ke me metro deri në Dajt takohesh. A no, 10 minuta. Qameti. E kërësish, ndryshon në mënyrë kolosale. Po. Vetëm se dihet aty do të nisë që nga qeveria vendore. Masi atë tani rrugën që po bëjnë nuk e di, po me një traset. Tiranë-Durrës. Huere, me një traset, nuk e kuptoj si do shkëmben atë. A do shkëmben për stacione? Jo, ndoshta nuk shkëmben fare, është thjesht një andej një këtej, njëri në atje se po, jo, se di se si mund të jetë, jo, do ishte vëllazë më i madh. Do ishte shumë pa kuptim. Domethënë, se unë deri kam parë, duhet të them që jam i pa informuar, se kam parë thjesht fragmente. Unë thjesht fragmente kam parë, edhe kam parë që një traset. E kupton? Me një traset kam parë. Se si e kanë menduar që të funksionojë tani, se do të bëjnë kështu si autobusat e fshatrave që vjen në fshat, pastaj kthehen prapë, pastaj ikin prapë. Besoj se duhet të kenë patjetër 2 linja. Këto 2 jakurulla. Po. Njëra që vjen, tjetra që ikën. Po flisnin edhe për një kurrë tjetër tash nuk e di, ishte Durrës Hanihoti apo Vlorë Hanihoti? Jo, Prishtinë Durrës di unë që duan që është në projekt që ka qenë dhe premtim edhe projekti 2 qeverive. I mbledhje të famshme të 2 qeverive që ka i ndritën, kupton? Ajo ka që është akoma në letër, do bëhet bile se erdhi dhe miku jon i fundit Cameron që premtoi këtë. Dhe pastaj kaloi nga lokal në gjeopolitik, kalon politika. Normalisht, po s'kam dëgjuar më lajme nga ajo që ishte nga e kurrudha e grekëve që donin të bënin Selanik Korç. Çfarë bëjnë ata për veten e tyre? E bëj temë shumë e madhe para një viti e gjysmë, domethënë, po s'kemi dëgjuar më lajme rreth asaj.
Do bënin grekët vetëm, normalisht me fond Bashkimit Evropian, siç do bëj grekët vetë, por që prap, do ishte spektakolare se pastaj që do vjen deri në Korçë, plako i thua këtyre budallimit tu po të mirë. Tash ta tasohen te dera. Çfarë do të vazhdojmë, ta vazhdosh apo ja, po ç'ke ke Terezin. Ka ishte krye vepër, ajo bregu, që se bregu komplet, domethënë kishte një kurullu që të vinte deri poshtë finish, domethënë që po ti don të byta greku ta bënte, po mos i donin ta linte, domethënë po minimumi nga Starana, domethënë deri të dilte në Shkodër, si lidhen me Malë do ishte fiksion fare. Domethënë ndryshon shumë gjëra. Për aq hapësirë sa është Shqipëria do ishte vërtet fantastike. E unë nuk e kam domosdoshmërisht për transportin publik njerëzve. Jo, transporti më të madh kam transportin e madh. Ajo është më kryesorja. Pikërisht. Po, nxjerr gjithë tonazhitetin e lartë nga rruga. Absolutisht, po njëta gjë me fjalë arsyeja për të cilën pitet shumë edhe kjo Durrës Prishtinë është për shkëmbin e madhra. Kjo është kryesorja. Ajo është kryesorja gjithmonë, plako, sepse gjithmonë mjetet e transportit të rëndë, domethënë, të heqësh transportin e rënd, transporti me gomë të shkatron rrugët, se ne shihedim shumë mirë se si është kursia e dytë Tiranë-Durrës që tani po bëjnë. Se kanë ata që bëjnë gjithmonë sa fillon sezoni, tani fillojnë rregullojnë rrugët. Fillon sezoni se fillojnë edhe fushata, kuptoni? Kështu që këta duan vota dhe për ata që kanë mbetur aty që duhet votojnë, këta kërkojnë që të mbushin çik mënej që ja po punojnë, kupton? Që kanë bërë një dy devime, janë ca mbikalime atje që po bëjnë punime që po shtojnë kursinë e tretë që nanon. Do të jesh shumë i vëmendshëm se po të jesh në një orë të natës për shembull e putë drejtë. Është e frikshme. Është çik problematike, po. Kështu që ka shumë probleme plako. Kohët e fundit që po ta kesh vënë rrjetet që ne kanë ndarë në social media, domethënë më ka mërzitur shumë fakti. Nuk e di tash janë bërë shumë qollas ta kohët e fundit. Tani kur shikoj gjëra, domethënë jo domosdoshmërisht nuk ngrihen nervat, po tash kanë filluar mërzitet. Shikoj ato raste që ishin vdekur, ca punëtor prapë mungesa sigurisë në punë për shembull. Para 2 vitesh Leoni asaj kohë thoshte, "O, ropët e motat si nuk i kujdeseni, nuk bëni." Kësaj radhe plaku isha thjesht kështu. E kisha telefonin në dorë dhe poria, kanë dhënë 1 minutë e gjysmë domethënë. Vetëm kështu zoom out. As nuk po dëgjoja, as nuk e shikoja, po sy atje i kisha domethënë, dhe vetëm u fika një moment. Plak është skandal i madh. Skandal i madh, i parë videot që ato shkurtimisht kanë bërë, domethënë deputet që i hedhin video vet, domethënë që janë jashtë çdo lloj standardi sigurie. Është ka mungesë profesionalizmi total, ka dhe një mungesë humanizmi, domethënë. Total, kështu që do ndërgjegjësim, do shumë punë, do vërtet shumë punë, se është gjëna vërtet humbësh jetën në vendin e punës. Është kulmi, është shumë e trisht. Edhe ata njerëz që janë të gatshëm të punojnë ato lloj kushte e kanë për një arsye specifike, sepse janë nevojtar, duan të ushqejnë familjet e tyre, duan të plotësojnë ato kushtet jetike, edhe që ti çosh në drejtim të vdekjes, edhe shpeshherë nga neglizhenca, kupton? Disa herë nga ignoranca, sepse nuk e kanë vetdijen, nuk e dinë, janë komplet të pa stërvitur, janë të pa ditur. Nuk e dinë do të thotë një siguri kantieri. Po mirë mos e ma shikoj unë, di si shikoj jo sigurinë e vendit të punës, si duhet transportohet një ne e dim se si funksionon fasada. Tani e dim se si funksionon fasada e tyre. Ata kanë një staf PR, domethënë që merret vetëm me të bërë fotografi, edhe me të bërë social media etj. Që është okay, duan ta bëjnë ashtu. Unë nuk bie dakord pa ashtu po e bëjnë. Tani, sidomos kur merret me rrugë apo me ndërtesa, me shkolla, me gjëra të tjera. Ti nëse xhaj ke 7 njerëz në punë, nuk e heq dot një nga ata dhe merr një të paktën që ka një lloj backgroundi, domethënë që të paktën të bëj kontrollin minimal. E kupton? Se është e keq që ta thuash vëlla, po sikur edhe sa për fotot vishi këpucët, vishi vëri syzet, vëri helmetat dhe dorashkën. Domethënë bëj foto pastaj vazhdo prap. Minimumi do ishte. Ky sepse ka të bëj shumë kjo. Mbase ajo do thosh që është keq se po e bëjmë vetëm për atë, po e shikojmë një tjetër, thotë që okay, ky është standardi, është në rregull, do të thonë ka dhe ajo një farë lloj pozitiviteti. Ta bësh në një mënyrë, domethënë kaq mos kokçarse, domethënë mos përfillse, është komplet një Erion Braçi për shembull bën atë videon, ata dy plako janë diku te 4 metra gjysmë sipër atje, pa u lidhur, pa u mbrojtur me pompën e betonit, domethënë njëri me atë, edhe janë kështu me diku te 20 cm. E ashtu si çka shalun që i vën balkën poshtë, domethënë sa do vësh këmbë atje, që Zoti të ruaj, po të ka bie këmbë atë një binar. Je pikat poshtë, domethënë edhe hajde të merr asnjëri për sipër aty, se bën aksident, po ke merr rrogën e fundit, hajde çao. Ke parasysh këto gjëra janë shumë bazike, kurse nuk i le falet këtyre. E ke parasysh?
nuk po them që ta bëj rionin braça vetë, se ai me pjesën e domateve të specave në divjak merret, e kupton? Po punson një ta e drejtë. Çfarë jepi 600.000 lekë atij, se do Duhet sepse po shikosh tani ne e dim jemi profesionistë, e dim që këtu edhe për nisjen e kantierit të duhet leje ndërtimi. Kështu që bau shtela një rishtung, bau genemi kung edhe për të nisur kantierin, për të montuar skelat. Duhet leje, të duhet llogaria e skelës profesionisti që ndoshta i kanë dhe atje, vetëm se është kjo mos përfile që thua ti. Edhe komplet një mos kurçarje. Atje për korruptore privati me privatin, sa atje më tha ai inxhinier Asmir Dulevici, që është elektricist, inxhinier elektrik, domethënë. Po, shumë respektojmë, ndjekin, po. Bravo. Edhe sistemi po lindimit tyre të plakut siç bëjnë atë abname gjëra, domethënë. Eraldo vinte ja merrte punën Bleoni, thoshte e ke bërë sa. Pastaj herën tjetër të binte që unë vjet merrja punën ty, domethënë që ta kontrolloja. E ti më thoshë mua, po shikoj se unë ta kalova aty herën e kaluar. Edhe ti kishe një dy gjëra, çfarë do ma kalosh ti mua punën? E ke parasysh, edhe këto do biçllëqe me ja. Po ç'ka kontrolli është ai? Po ti tu ato janë zyra që merren vetëm atë punë plak. Po. Atë s'ke ku e kap. Po. Atë s'intereson fare. Po, këtu nuk është të gjithë ato, edhe ne na bën kontrolli, edhe e kurtim dëshime thotë që okay. Të bën lëshimin në kuptimin që nuk ta diet, këtu nuk thotë ke 6 orë kohë, domethënë më dërgoj foto. Baba vëzhgji do të thotë që po shikoj se po ta kaloj se pikërisht pra. Si patë nuk e ke vënë mirë ato të bllokojnë komplet kantierin, të vënë atë shiritin edhe kur marrësh leje nga këshillin për 6 muaj. Po, nga gjykata kur ta marrë një gjykatë. Ako kosto të derdhura aty, 3000 euro në ditë. Me materiale të bllokuara, të sekuestruara, çdo gjë sekuestruar edhe rriti pastaj. Të rrof pastaj që kurseve 2 lekë që kjo pjesa e skelave në Shqipëri është makabër fare pastaj. Nuk do të hyj fare se është temë shumë e gjatë, do të dedikoj video specifike për punën domethënë, por që neve kemi profesionistë. Ne përderisa punojmë këtu në një shtet si Gjermania dhe jemi profesionistë dhe zbatojmë ligjet që parashikon shteti gjerman dhe çdo organ. Tani ti ai ke ligjet. Jam i bindur që i kanë, nuk se si. I kanë. Mund të kenë pak të vjetra, po i kanë, po ata ato nuk zbatojnë. Tani ata janë të detyruar të zbatojnë. A duan të futen në Europë? Ku po shkojnë? Po shkojmë në Europë apo po shkojmë në Azi apo në Afrikë? Po thoshte Suzana, më herë fundit ajo goca që ishte që merret me të rekrutimin, domethënë, po thoshte që s'ka punëtor, do të çon Kroaci, po çon tukun në Shqipëri, është pak e vështirë etj, po mendojmë të time domethënë, por normalisht do ketë vështirësi tani. Se thon njerëzit, për çfarë do vesh në Gjermani ti se njësoj pak lek do marrësh e mezi do dalësh muajin. Ore të paktën nuk do të rrezikohet jeta. Por jeta të rrezikohet kudo, për ta thënë atë që është fakti. Kupton, po nuk do të rrezikohet atë lloj mënyre, të paktën të do marrësh masa. Të paktën ka një njerëz që kujdeset. Unë kur kam qenë në fillimet e mia dilja me krem dielli në dorë. Zihesha me ata. Kosovarët si kisha atje. Jo, se çfarë jam unë, si grat, do lyhemi si grat ne. Ore do ta vësh vesh apo. Se atëre ajo është në felun, është thjesht i këshillim nga BAUPG-ja, domethënë. Nuk është se kemi detyrim, po që mua vinte keq domethënë, aty një treg kështu si pas ta dhëmësh ato. Me dorë edhe brilla, unë për skena i ndiqja nga mbrapa. Jo, nuk do vesh. Por ai kishte kam punë. Jo, si në neja. Po si në neja, po se ke parasysh si punon ata lidhin një kështu karantinet e koka domethënë, la kuriq këtu, po në korik plakor ça. Të vjen edhe rezatimi i pllakave të drurit që janë ster të zeta domethënë. Aty piqe, që je fiks kështu si troft në zgar aty. Domethënë. Po që kështu mos e nga njeriu fillon në plak. Këto një inxhinier që ka sa hapësirë, ndërsa foli punëtori, mos të çfarë, e mërzitur se s'ka bërë punën mirë, po mirë, por s'ka që bëu ti njeriu i mirë. Shikoj, unë shpresoj që ato trendet e viteve të fundit që kanë ndodhur në Shqipëri, ja trende kanë fjalën për ikjen masive që kanë ndodhur edhe, që vazhdojnë akoma ta lakmojnë ikjen nga Shqipëria. Pjesën e restoracionit, shërbimi turistik e ka ndërgjegjësuar një çik. Po. Se s'po gjin dot njerëj. Po. Nuk po gjin dot njerëj dhe mirë se i gjën. Unë jam shumë i kënaqur me këtë. Te mase. Le tani çfarë kanë bërë, janë detyruar që ti trajtojnë edhe më mirë, edhe ti respektojnë, edhe ti paguajnë më mirë, edhe ti japin disa të drejta, t'u anjojnë disa të drejta. Tani unë mendoj dhe besoj që kjo do të ndodhi për çdo kush, që edhe për ndërtimtarin. Shpresoj që të ndërgjegjësohen gjithë ata që kanë bërë lekë se janë dëndur në lekë. Ne dim tani se çfarë leku xhiron në Shqipëri dhe kush janë investitorët dhe si ekziston në fjalë kjo pjesa e informalitetit. Dhe mos në ndërtimtari.
Këta nuk do të mbajnë shpresa nga emigrantëre, se nuk ka, ja, kemi këtu në Gjermani nuk ka as indian, as afrikan, as pakistanes në ndërtim tu. I ke gjithë bosnjak, shqiptar, portugez, polak, polekë. Kështu që nuk do ta bëjmë punën ata, po ne e bëjmë. Përderisa ke standard kaq shumë të lartë, plakse unë nga vëre jashtëzakonisht se kam përdit bëj. Domethënë me Shqipëria, shqiptarët kosovarët janë mjeshtra nga më të mirë. Pikërisht pra, edhe kanë diku te 7 vite domethënë që nuk janë në standard i ulët, janë në standard ose me thatatë ose i lartë. Kanë thënë standard i lartë fare. Ca firma maqedona se për shembull që ka filluar punësojnë tani vetëm kështu gjerman, staf të kualifikuar domethënë me lekë të çmendur fare, sepse kanë arritur atje në atë pikë domethënë që konkurrojnë me cilësinë tash. Edhe bëhet la. Se të njëjtit njerëz janë ata që sigurisht në atje, ata që janë këtu, e kupton, kur po të jetë klima e tillë, po të krijohet infrastruktura e tillë, të jesh ta njohësh të drejtën, ta njohësh zotësinë, meritokracinë, hapi vend atit që është profesionist i mirëfill, dhe do shikosh se sa shpejt mund të ndryshojnë gjërat. Do shikosh se sa do përfitosh vetë apo. Se këtë ka një gjë që kanë këtë mos ngopjen domethënë, se mos filat e vogla domethënë mundohen të kursejnë çdo gjë. Nuk kurset atje plak, nuk kurset në vendin e gabuar. Nuk kurset të stafi. Nuk kurset të stafi. Është gabim se ti e vret atë, nëse një person ta bën punën më mirë, më shpejt se sa të tjerët, mos e lë robin tash ta kërkojë rrogën vet, tash ti jepi diçka, tregoja që është i vlerësuar, sa ai do iku, e kupton? Se një elektricist i mirë plako, po shikon që ty po ta bën punën spektakolare dhe mësoj shumë shpejt se ashtu është valla, ka lindur që jepet për atë punë. Duhet ta mbash aty, ta lidhësh rreth. Edhe si lidhet robi? Ti je mirënjohës për punën që të bën, po për te legë do të jetë mirënjohës. Se çfarë ndodh? Që në Shqipëri unë nuk kam patur të thuash atë mundësinë për fat të mirë dhe ka qenë fati im që unë nuk kam punuar në Shqipëri si profesionist, apo nuk i kam bërë punrat që kanë bërë ndoshta shumë bashkëmoshatar të mirë për të paguar studimet dhe për të mbijetuar në Tiranë dhe kështu me radhë. Por në aty të thot njëri, bravo, ke bërë punën mirë molla. Nuk të thot njëri që ti e meriton këtë gjë se ke bërë një punë të shkëlqyer. Po ku që ti të ndihesh sikur s'po bën mjaftueshëm, po, sikur s'po bën mjaftueshëm që ti ndoshta të bësh akoma më tepër. Që ekziston ky lloj bullizimi që është kontraproduktiv, është kontraproduktiv ajo të kthehet si bumerang, nuk të ndihmon ty ajo. Ti ikën ajo. Po ti ikën ajo, po ti si përmarrës, ti nuk po i ofron atit një ambient të shëndetshëm. Ti po i krijon atit një ambient toksik që po ja vështirëson jetën. Ti ato streset e punës, sepse çdo punë ka streset e veta, dihet ajo. Do ketë vështirësi, do ketë momente të vështira, do ketë gabime, po ti nëse ja bën edhe më të vështirën atit tipit, normal që atë ti e demoralizon. Kurse këtu, në momentin që ti e ke bërë një punë të mirë, të thotë olla, shefi, kolegu, ai që është superiori të thotë, bravo Bleon, ke bërë një punë shumë të mirë, po bravo Rando, ke bërë një punë shumë të mirë. Edhe mua më ka ndodhur. Jo vetëm si profesionist, po edhe kur kam qenë në fjalë si praktikant në Stuttgart. Po. Projekt në eksperiencë kam pasur dhe unë. Projekt lighter im vjen në një fjalë në zyrë, pasi ne kishim bërë një dorëzim shumë të rëndësishëm, vjen një zyrë me një dhuratë të vogël. Edhe kishte një nga ato vizorët që janë me shkallë të ndryshme, me masa të ndryshme. Edhe them po këtë, kjo është për ty, më tha mua, sepse ke bërë një punë shumë të mirë. Ti imagjino ti e një ka simbolik më perfekte. Po ata nuk kanë asnjë lloj detyrimi, sepse ata po të duan ty të riciklojnë si praktikant, do ti do riciklohesh, do ikësh. Po jo molla, ata po të vlerësojnë ty. Ai ta vlerëson punën që ti të ndihesh mirë, ti të japësh më tepër, dhe ti në ato momente ti jep vërtet më tepër. Kështu që këtë duhet të bëjmë, duhet ta kuptojnë që rëndësinë e individit. Edhe njëta gjë më ndodhi me shefin, shefi i madh në Stuttgart, një zyrë shumë e njohur në Gjermani, në nivel gjerman po dhe evropian, shumë e famshme. Shefi i madh, pasi kishte qenë për teatrin ka qenë për teatrin kombëtar të National Theater në Dresden. Edhe ai pasi kishte bërë takimin një herë me profesionistët atje të bashkisë, të gjitha ata profesionistët e bashkisë, më merr mua në telefon, me fjalë, merr në zyrë në telefon, edhe kërkon do të flasim me Eraldo. Tani kush është Eraldo? Eraldo është praktikanti, shefi i madh, më thot mua, unë sapo dola nga takimi, tha, bravo, ne kemi bërë një punë të shkëlqyer. Çfarë do?
s'ka që unë kam provuar edhe vetë të gjërat ku kam qenë të bleku në zonën tonë përpara, domethënë edhe mendoj se ajo ka qenë një nga arsyet më të mëdha, domethënë pse unë e kam vazhduar dhe kam akoma profesionin me shumë qejf, domethënë sepse në çdo lloj gjë, çdo lloj mundimi që bëja, edhe në fillim edhe në terren, gjithë ata njerëzit që shikonin domethënë që edhe kur unë s'ja kisha iden mundohesha, edhe thoshë, shiko ky nuk i ri nduar domethënë. Edhe pastaj më vonë kur merr ca gjëra përstipër e bën këtë, bën atë, domethënë edhe kështu edhe nga Oberbau Leiteri, po edhe nga ai shefi gësheftë, domethënë më vonë që po kam dëgjuar llafe vetëm të mira, domethënë çfarë tha, po jep ndaj lek këtyre dha, po si më bodhesh. Domethënë ajo të bën vërtet të ndihesh jashtëzakonisht shumë mirë, domethënë kur Europë thotë që ti bravo, domethënë që paske dhënë vërtet një performancë, domethënë që është në benefitin e kompanisë. Se shiko, ata janë shumë racionale plako. E kupton, prandaj dhe i bëjnë këto gjëra sepse ai e di që nëse ti ja ke bërë punën e mirë dhe ai ta njeh se si punë ti do vazhdosh të bësh. Nëse të bësh edhe më mirë. Ta bësh më mirë, do mundohesh të specializohesh për gjëra të tjera, të kërkosh sfida të tjera etj. Sepse ata të bëjnë që ti të ndihesh pjesë e asaj. Pikërisht. Të bën ndihshën e rëndësishme. Po ti kur ndihesh pjesë një diçkaje, të ne në fundit për atë kemi nevojë më tepër. Për frymëzimin. Se ti, pagat e marrin që të gjithë, gjithë kanë të pagesën, gjërat që kryen ato nevojat bazë, por në momentin që ti nuk u ndjeve i vlerësuar, i respektuar dhe i dobishëm si qenie njerëzore, pastaj ty edhe ajo dëshira dhe ai pasioni për gjërat të shuhet. Kështu që këtë e kanë shumë gjë të rëndësishme dhe mua më pëlqen jashtë. Edhe ne këto gjëra duhet i mësojmë, duhet i importojmë. Që si shoqëri, ne si individ, si individ ne jemi shumë të suksesshëm dhe jemi shumë të arritshëm si shqiptar. E kemi atë nervin, e kemi sedrën. Por ne si shoqëri duhet që të përparojmë të mësojmë. Bëmthirje publike, çdo lloj supermarkete, plak mbajeni skuadrën mirë, valla, nxirreni, çojeni për kafe, çojeni për dreka, bëni ekskursione. Merre robën në zyrë. E ka bërë Ralo punën e mirë, merr në zyrë thoi bravo të qoftë zotëri. Anu, nëse ti s'ke lek ti paguash një bonus 100, 200, 300, 400 euro, nuk ka problem, ashtu janë situatat, nuk ke mundësi ti paguash, po. I don't know, plak, një shishe vera plak. Ti shish një shishe vera apo një çokoladë ose është gay. Po çokoladë janë shumë të mira, po ti çokoladë zvicerane po shumë. E pranojmë. Edhe çokoladë, po vetëm zvicerane. Që thjesht nuk ju kushton asnjë gjë, plako, kështu që vetëm do përfitoni. Pavarësisht se duket sikur do humni në gjë të madhe, do humni kohë, domethënë, po ta shikosh afatgjat vërtet do jeni shumë të kënaqur me veten. Edhe këto, siç e ti e the bukur, çfarë që firmat e që janë të përfshira domethënë në gastronomi dhe hoteleri turizëm, domethënë e kanë duar të bëjnë. Ne përshëndesim Andri Prota nga Besi Andi Podcast që ai punon me këto zyra që bëjnë guida për shembull dhe ajo zyra ishte çuar në Egjipt ata. Shumë bukur, bravo. Ke parasysh? Po. Edhe bravo i qoftë ajo zyra ne të gjithë këta edhe është spektakolare. Publicizojmë, ku dëgjojmë që kanë vërtet kanë atë publicizojmë sepse ajo të frymëzon. E meriton. Po, edhe si konsumator, si klient, kur e di që çfarë ku po jep ato të ardhurat e tua, ku po investon, se në mënyrë investimi është ti do marrësh shërbimin, po edhe ti ato e di ku po i çon, e bën me dëshirë më të madhe. Edhe kur e shikojnë që ty të kthehet diçka mbrapsht, po, mendon vetë Robi, unë bëra këtë, edhe mora një falënderim X. Ti shiko unë akoma mbaj mend tjetër më. Po. Po sikur të marr 2X, po sikur të marr 3X. Po fitoj punëtori, do fitoj ai që ka firmën se s'bën o plak, e kupton, se ai ka llogaritur biznesin në mënyrë të tillë që të paguajë edhe ty dhe dalë me fitimin e vet. Po. Kurse tani që e the ti, që e the bukur. Edhe mban mend tani siç i mbaj mend, unë mbaj mend me detaje të gjitha sa bukur kam kaluar në fillimet e para të mia, kur e kupton, shumë pak gjëra di domethënë se si bësh, pavarësisht se kishim nuk kemi qenë të këqij për shkollë domethënë, po puna është mëson vërtet edhe në japet e para kur ke pasur njerëz që thoshin që okay, bravo, jep. Do tjetër po, merre, bëj edhe të shikojmë sa do bësh. Kështu edhe për të ushqen, ta ushqen atë egon ose ambicien domethënë tënde. Të thosh që okay. Unë mbas nuk jam as keq sa e mendoja. Jam i mirë për deri tani. Nëse ta janë 30-40 vite në biznes, thonë që ti je i mirë, mbas jam i mirë vërtet apo? Po, e vërtet, tani që të bësh një profesionist i mirëfillt do shumë vite eksperiencë. Do 10 vite, edhe dihet që sidomos për profesionet caktuara, ato
në momenti që ti përballesh me një gjë që është më e madhe se ty, të frikson. Të frikson, është natyrale, është natyshme. Edhe normal që një individ ka nevojë për ato siguritë, që ti ta sigurosh, ti thuash, okay, kjo është kështu, kjo është kështu, okay, kjo gjë është normale që ti ndihesh në këtë lloj mënyre sepse ky profesion është i pafund. Edhe ti në momentin që mund të bësh një gabim, po në qoftë Krenari e kam për të profesion plak, nuk e di. Më duket sikur i besdis ndonjëherë njerëz kur flas për profesionin tim, domethënë disa pasionant janë plak kur flas. jo, po duhet sepse është normale, është etike. Është etike, po nuk e patë atë. Është një shenjë shumë e keqe. Ne njerëz kemi që ta ditni ju, Raldo, bashkë me mua dhe me Nexin që përshëndesim, kemi krijuar dhe një komunitet për sa i përket gjithë profesionistëve në fushën e ndërtimit me elektricistra, hidraulike, arkitekt, inxhiniera, urbanista, quhet komuniteti i industrisë së ndërtimit, KIN. Kush ka interes, se kupton thjesht dërgoni një DM në Instagram të Buçi Podcast, më thonë, edhe nëse kualifikoheni me standardet tonë të larta kohës. Jo, nëse kemi të nevojshme që ne edhe neve të japim zë atyre gjërave që ne dim, kemi nevojë që të shprehemi, edhe kush ka një profesion, po të shikosh që kemi të gjithë një formim ndryshe, kemi të gjithë një background ndryshe, edhe i shërbejmë njëri tjetrit. Kështu që kjo është mënyra më e mirë dhe më e shëndetshme për mendimin tim që neve ato forcat tona ti vëmë në po prandaj e përmend të njëri tjetrit. Edhe më vjen mirë kur dikush te grupi fillon interesohet, jo si më çfarë mendoni për këtë, si zgjedh kjo, si janë fjalë volumetria, abstant fleqe, gjërat, më thënë tash kemi nevojë. Edhe kjo është gjëja më e mirë, mënyra më e mirë, më produktive dhe më e shëndetshme për të. Po kjo është e barazvlefshme. Për të dhënë diçka. Mbase është çik më pak, po mendoj si të barazvlefshme me atë pjesën se, okay, është bukur edhe mirë, domethënë të arri që shefi apo departamenti të njohë arritjet e tua. Po akoma më mirë është nëse ti ke një komunitet që edhe gjërat që nuk i di, ti pyesësh në një kohë relativisht shkurtër të marrësh përgjigje, siç ka marrë unë, siç ka marrë ti, domethënë kur kemi bërë pyetje te grupi, që është gjë më fantastike për shkakun që edhe një bërshllëk po të kesh ti si inxhinier, domethënë që do kesh pafund, sa të kesh jetën do kesh bërshllëqe. Ndërkohë që profesioni është frenetik, ti me atë pyetje që bën atje do drejtohesh më shpejt. Shkurton shumë kohë, bëhesh jashtëzakonisht shumë eficient. Ndërkohë që ti po merresh me diçka tjetër, prandaj them që koha është frenezi, kohat janë të shkurtuara, sidomos me kohën që jemi sot, digitalizimi i përshpejton çdo gjë, teknologjia përshpejton çdo gjë, po që faktori njerëzor mbetet thelbi i çdo gjëje. Edhe tani këto mënyra që neve mendojmë se janë të dobishme për të krijuar një komunitet profesionistësh dhe për t'i dhënë pak shije dhe profesionalitet, profesionizmit, ndihmëse në fjalë këtë i bën një ndihmë dikujt të bëhet ty një ndihmë, kjo është një kënaqësi që na mbush, na plotson, besoj. Patjetër e mbush, plotson, po thjesht domethënë unë e shikoj gjithmonë, filloj nga bazika dhe projektoj pastaj në të ardhmen se çfarë mund të jetë. Gjëja bazike është nëse ti je në një ngërsh, domethënë është diçka që të duhet tani. Ose edhe mbase të duhet tash plak, apo s'ke nerva ta hapësh tash fau open edhe ti lexosh gjithë vetë. Me shumë mundësi njëri aty te grupi e di se e ka kaluar ku dëgjon 7-8 herë. Po sepse ne kam mësuar përmendësh, e bën pyetje të vjen një përgjigje, shpeshherë ne kemi parë edhe me citime, domethënë gjën te ky paragraf, gjën te ai paragraf. Ka qenë perfekte. Përshëndesim antarët e grupit, të gjithë antarët, senati, kushtrimi, Gresa, gjithë shumë specifike, saktë. Edhe e ke parasysh këto gjëra siç po na ndihmojnë ne, domethënë duken se janë gjëra të vogla, por në fakt janë gjëra që nuk duhen marrë të mirë, sepse kjo nuk ka ekzistuar deri më tani në dinin time. Unë kam kërkuar goxha, por nuk kam gjetur diçka të tillë, edhe mes gjermanëve, grupi që janë, domethënë, nëse vetëm këto që janë se tip unione, që prap nuk kanë komunitet aq të thjeshtë sa kemi ne, domethënë që bën pyetje kështu, ata kanë vetëm për gjëra të mëdha. Është jashtëzakonisht shumë pozitiv plakse, nëse ti merresh vesh për gjëra të vogla, ndihmon njëri për gjëra të vogla, imagjino të rini një dëshirë për një bashkëpunim apo një projekt apo një tender apo një. Po ta shikosh aty që gjëja që më pëlqen që ne në mënyrë jemi të gjithë të vegjël, po. Ajo është, kështu që ne nëse arritëm që nga të vegjël që të rritemi bashkë në një farë mënyre, është një kënaqësi më tepër, kupton se ne e dim vështirësitë që hasim dhe gjuajmë, sepse është një pengesë goxha e madhe. Po.
ne që keni më tepër vite, por unë për shembull që kam më pak vite, kushtrimi që kam më pak vite, kemi nevojë për një drejtim pak më të shpejt në ato për kuptimin e disa rregullave që disa përshkrimeve. Kështu që prandaj rritemi bashkë që gjithë kjo është një ngjesti e bukur. Po, dhe unë këtë e përmenda për vetëm fakt, domethënë se kjo është pavarësisht se kjo është gjëja që kemi bërë ne. E kupton se na erdhi për ta bërë, mendonim se ishte gjë. Ishte të nevojshme, ishte një nevojë e jona në vetvete. Në vetvete, po kjo është thjesht një skelet, shablon që mund të përdoret në çfarë lloji industrie. E kupton, nuk i ndalon po të marrim shembull më bazik të mundshëm, nuk i ndalon asnjë gjë kamarierë shqiptar që vjen me sezon në jug, domethënë të krijojë një komunitet vetë, thonë o plako. Po edhe që kam pasur unë, se ty do të vi për qesh, po si mbahen më shumë se sa 4 pjata. Ose më shumë se sa 3 pjata. Si ti mbash në dorë, e kupton? S'ka asnjë lloj banaliteti. Po gjë më minimale që do bëhet edhe njëri, edhe ai që përton do të dërgoj një link në YouTube se me ndonjë që ta shpjegon domethënë se dikush i ka parë. Më flas për ata që bëjnë punë që bëjnë me qejf. Ose do të bëj një tutorial të çastit. Do të bëj një tutorial të çastit, merr këtë, vëre këtu, vëre atje, domethënë apo menaxher financiera, apo jurista etj, domethënë. Kjo është diçka që prapë rikthehet te fjala atë, nuk do shpikim rrotën nga e para plot. Kam bërë komitete me unione, me skuadra, me përmbledhje me gjitha më përpara, domethënë, ne s'ta mungon asnjë gjë ta bëjmë ne këtë. Nuk u mbet asnjëri nuk u mbet na gjë. Kundrazi, është ai win. Sa do të ketë grupi, të gjithë dalin fituar aty. Po. 100%. Se nëse ti mendon që i di të gjitha plako, thjesht i piko vetes se do ta kuptosh se sa gjëra sa ka për të mësuar. Është i madh. Kështu. Thoshte i madh Nietzsche. E thoshte i madh Nietzsche, po. E përshëndesim Nietzsche apo ai ka i vërë. Ndjes pas te ai. Ndjes pas Nietzsche. Atje ku je plako. Bravo, ke qenë. Na kalon diçka po. Na kalon diçka. Kështu miku im. Unë them ta përmbyllim të unë them që kishim nevoja e shpirtit, nevoja e mendjes. Edhe jemi shumë filozofik, plako. Duhet të bëjmë një date së bashku që një ditë të flasim vetëm kështu, të bëjmë vetëm llogje. Të flasim çik për qejf, se sa herë që nisemi për të bërë ndonjë gjë kështu, domethënë të lezetshme edhe limonad, gjithmonë futemi në për to, cepat me diskutojmë to. Pikërisht, sa nevojë ka njeriu për të folur, plako. Do të qenë shpirti kështu gjithmonë, sa do ta nisësh do vej muhabeti kështu. Se din nëse i kanë gjithë këto, domethënë, mamën se gjithë secili e ka. Ndoshta kush më pak, po kemi besoj se kush është një faktor që është një tregues inteligjencë, kupton, besoj se kanë njerëz që kanë lloj inteligjencë, një lloj formimi që janë gjithmonë në ato mendimet, kanë nevojë për ballafaqime, kanë nevojë të ndajnë idetë se kjo kokajon, turion është pak i çuditshëm, është pak i veçantë. Kështu që ka nevojë që ato ka nevojë të shpjegojë një ide ose nuk e di, mund të kesh edhe gjëra që budalliqe, e kupton? Jo t'ia tregoj vetëm vetes, se ne. Jo, po tregoj vetëm. Ajo është gjëja më e frikshme e mundshme. Qofse ja tregon vetëm vetes se të duket vetja sikur çaj jetë, domethënë duket se e ke parasysh ti ke vetëm veten e ty bie me të drejtën tënde, ti je mrekulл gjithë kohës në vetë. Unë të kemi ide që është komplet idiotë, domethënë, kur jasemi njëri tjetër më thotë po ti këtë e ke menduar, po këtë. Atë i thret më që dale. Dale, nuk u kap ka gjar prin nga bisti. Po që kështu me ishte dashur juve që dëgjuat, faleminderit shumë që dëgjuat deri në fund podcastin. Podcasti ka dalë përpara, si gjithmonë në Patreon, edhe donacionet ose abonimet e tua janë shumë të mirëpritura dhe na ndihmojnë shumë. Buy a coffee to Bucci. Pikërisht, pastaj transparenca është aty në Patreon, domethënë të gjitha shpenzimet që kam bërë deri tash si për software, për kamera, për mikrofona, për shembull, e kam publikuar të gjitha atje, kështu që nuk është se do bëhemi milionerë, thjesht duam të arrijmë të nxjerrim një produkt sa më të mirë, të ngrijmë çik standardin si nga ana teknike, po edhe mbase televizime të bëjmë disa gjëra të tjera që do zbulohen në episodet e ardhshme. Kështu që keni linket poshtë si Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee. Ja, kemi bërë shumë të thjesht të lini lekë. Po në fundit është më tepër diçka simbolike, kështu që sa më shumë kontribuani ju në të rast me Bucin, aq më shumë rritet cilësia e transmetimit, cilësia e bisedave, koha,
Se dhe ajo koha kushton. Kushton koha. Domethënë nëse atë kohën e kemi sakrifikuar, e kemi bërë kurban kohën, domethënë, po thjesht kemi jashtëzakonisht shumë idera kështu edhe unë thjesht më duhen këto shumë pak investim, domethënë unë kam edhe Patreonit të shkuar, domethënë që çdo donacion edhe çdo gjë që jepet, unë vë dhe haq të fishoj nga ana ime, domethënë, dhe pastaj ble diçka që i përket podcastit edhe sa ata që janë dëgjues të rregullt tash e dinë që podcast nuk është se teknologji utopike, kjo është bazike, po nuk është vetë imi, se podcast e bën ti, e bën tjetri, e bën ai që dëgjon, ai që lë komentin, ai që shkruan DM-in, e ke parasysh. Kështu që është ideja të cilën ca ide të diskutojmë, të shikojmë, është manifestimi nga gjithë anët. Edhe në punë të jeni profesion, edhe në podcasti të njëjtën gjë, pika lidhse. Kështu që gjithsesi më rëndësishme bëni subscribe njerëz, shpërndajeni me miqtë tuaj, lini komente nëse ne ja futëm kot ose na përgëzoni, e kupton? Edhe ndajeni me miqtë tuaj, lini like, po të mos lini, por që lini. Kot pa lekash. Kështu që deri herën tjetër ja kalofshi super bukur, gjithë mirat dhe miru pafshim. Buqim në bu, CH, CHI. Bu, CHI. Po.